Ciao signora, sono Pietro. Lo chiamo da compagnia di Dushekio in Tirana. Kështu nis një bisede zakonshme në një call center të rëndomt në Tiranë. Por sot nuk do të flasim për dyshekët, do të flasim për mashtrimet që supozimisht personazhet shqiptare bëjnë. Le të hyjmë direkt në temë. Gazetari dhe moderatori i mirënjohur Ronaldo Sharka, i datëlindjes 26/03/1998 dhe i gjatë 1,86 cm, shpërtheu në rrjetet sociale, duke bërë një postim që i tronditi të gjithë. Në vetë dieni të plot, ai deklaron se një personazh shqiptar, shtetas të njohur të Republikës së Shqipërisë, të cilët paguajnë agent të call centerit për të marrë 100 deri në 200 profile falso. Dhe në këtë mënyrë, ato mbushin me komente personazhet VIP dhe i bëjnë ata të ndihen të rëndësishëm dhe me mbështetje. Nëse kishit pyetje që pse call centerat vazhdojnë ende të jenë të hapura, edhe pse kryeministri Rama i mbylli ato, ja pra ku e morën përgjigjen. Ato mbushin VIP atan me komente, të paktën kështu deklaron 27 vjeçari Ronaldo Sharka nga Lushnja. Gjithashtu, ai ka bërë një matje se sa larg mund të shkojnë këto profile. Ai ka deklaruar, në momentin që ti vendos të bësh një share publik me ta, këto profile aktivizohen dhe punojnë fuqishëm për të denigruar imazhin tënd dhe për të të bërë ty të ndihesh keq. Disa prej tyre e lidhen me ish-banoren e Big Brother VIP Albania 2, Heidi Bacin. Le të lexojmë disa prej komenteve. Ekspertja e parë, Heidi Azel, me 2 z, komenton: nuk ju dele keqa as pas 2 viteve. Jap se Heidin e don publiku dhe juve nuk ju don. As ka për t'ju dashur kurr. Një tjetër, Sofia Vispost 993, thot: plasën o zot nga inati, po ku ka nevoj Heidi për call centera, kur ka shumë goca e gra që e vlerësojnë dhe mbështesin që ga dita 1 për vlerat asaj si gocë, po nejse ku digjë Ronaldo për vlerat. Elona 4155, ish bër obsesion Heidi këtyre, të gjithë se ka një popull që e don. Po plasin maçoku që kanë, ajo ke kafik për këto ropë falsa. Më duhet të bëj një ekspertizë më të thellë se çfarë ka thënë Elona 4115, por gjithsesi esencën e morëm. Gjithashtu, Ronaldo Sharka thot se ka zbuluar emrat, por deri tani nuk kemi asnjë emër konkret. Ne duam të dimë shumë, por gjithashtu të shumt kanë qenë edhe kolegë të tij, gazetarë të ndryshëm që kanë kërkuar emra nga Ronaldo. Le të shfletojmë disa prej tyre. I pari, i cili ka bërë reagimin, ka qenë Anait Kaloti. Ai shprehet: ka që në 2020-ën që fajin gjithmonë e kanë influencers. Dea Vieri e mbështet me 2 duartrokitje. Arion Muça: i shkruar në këtë formë, materiali që ke publikuar nuk ngjall ndonjë interes të vërtet, pasi të gjithë kemi parë që disa profile janë të çuditshme. Si person që merresh me emra dhe individ konkret, nëse ke fakte, duhet i publikosh. Ky është thelbi i profesionit tënd. Një komentues i ka thënë Arion Muçës që ChatGPT is working hard. Por kjo nuk ngel me kaq. Vjen përgjigja e Ronaldo Sharkës. Gazeteria nuk është vetëm listë emrash, është edhe analizë, reflektim e kontekst. Emrat pa analizë janë kronik e zezë. Arion Muça e vazhdon: të 2 këta personazhe kanë pasur shumë kohë të lira të ditë. E shkruar bukur si përgjigje, por pa kuptim në thelb. Nëse nuk publikohen emrat, mbetet vetëm thash e them. Dhe nëse është vetëm thash e them, pse ta bësh publike? Një tjetër personazh që ka reaguar është këngëtari i mirënjohur Tiri Gjoksi. Tekstualisht ka thënë: duam emra dhe mbi emra, shoqëruar me një emoj me të qeshur dhe një zjarr. Një tjetër personazh shumë i njohur, Jacqueline Lekatari. Ajo ka ngritur akuzën. Anait Kaloti është ai i cili është marrë me mafjen e rrjeteve sociale. Por kjo nuk mbaron me kaq. Paloma Official, ish banorja e Big Brother VIP 1, me sa duket është ende pjesë e reality show, edhe pse ka vite që ka mbaruar. Ajo shprehet:
Ka kohë kjo që te Big Nishi u shpik. Mosval Paloma i referohet teorive që dolën në Big Brother VIP 1, kur Romeo Veshaj kërkonte vota për Donaldin në call centera të ndryshëm. Disa nga këta personazhe publik kërkojnë emra, gjithashtu edhe ne. Disa agentë të mi që punojnë ngushtë me mua janë munduar të shtënë në dorë dosjen që ruhet me jetë nga Sharka, por disa prej tyre më kanë komunikuar që kjo dosje fshihet në kasafortat e Panamas. Nuk ka qenë vetëm Heidi Baci, emri që është përmendur në këtë postim. Emra të tjerë që janë bërë pjesë janë Chiara Tito, Eriola Doçi dhe Rike Roçi. Por, një teori tjetër është futur në qarkullim. Por këtu, kjo histori me një kthes të errët. Një teori që qarkulloi në atë postim të Ronaldo Sharkës ka treguar që Ronaldo Sharka posedonte një account fake me usernamein Gerta Fanpage. Sipas teoricienëve, Ronaldo komentoi me këtë account në vetë postimin e tij. Një prej eksperteve tona, Heidi Amur, bëri një ekspertizë të thellë. Ajo zbuloi se ky account kishte 4.000 ndjekës dhe bënte ripost të gjitha reklamat e gazetarit Ronaldo Sharka. Për të hedhur më shumë benzinë zjarrit, në një foto të publikuar nga Eriola Doçi në 2023, kjo faqe është bërë tag. Sipas një hulumtimi të thellë, rezultoi që kjo faqe ka qenë faqja e emisionit të tyre që shfaqej në Top Channel, Mos i bjerë me Top. Dhe këtu Eriola Doçi i kishte bërë tag. Me sa duket, gjithçka u zbulua. Unë investova personalisht për të hedhur dritë më shumë në këtë llogari, por ky account është zhdukur nga faqja e dheut. Me sa duket, gazetari zbulimeve të mëdha, Ronaldo Sharka, ra vetë në batakun që ngriti. Dëshironte të kapte yjet, por gjithsesi, ky gabim i vogël i Ronaldo Sharkës nuk e hedh poshtë teorinë që VIP-at tanë mund të përdorin metoda të ndryshme për të qëndruar relevant dhe për të ushqyer deluzionet e tyre.